Pavarësisht rikthimit në detyrë si kryetar i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj nuk mori pjesë në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak pas vendimit të gjykatës kushtetuese që e shpalli të pavlefshëm shkarkimin e tij. Spak refuzoi kërkesën e vet Këshillit që Veliaj të ishte prezent në mbledhje, por çështja e tij u kthye në objekt debati të ashpër. Këshilltari i Partisë Demokratike Dorian Teliti tha se Tirana është në gjendje kaotike dhe se askush nuk jep përgjigjen kush do t'i drejtojë punët e qytetit. Ora do diskutoj ky këshill mbi çfarë ndodh në Bashkinë e Tiranës. Nxorët nga dera kryetarin e bashkisë, po e futën nga drejtarja. Po ne jemi në situatë emergjencë në Bashkinë e Tiranës. Ju lutem, hiqni dorë nga pathoset politike dhe hajde të ulemi të diskutojmë për të mirën e Tiranës. Vendosëm, propozoni shkarkimin e kryetarit të bashkisë këtu e 2 muaj më parë. Pikërisht ato frym që thatë për të hapur rrugën e Tiranës. Tani rruga e Tiranës është bllokuar. Kujt i takon për të hapur rrugën e Tiranës? O i takon njerëzve, o i takon përfaqësuesve të njerëzve. Mos si do të ecë të punë të Tiranës në situatë kaotike, që kryetari i bashkisë nuk është në detyrë. Në vendin e Veliajt sërish ishte ulur kryetaria e komanduar Anuel Aristani, që tha se pavarësisht mungesës së kryetarit të bashkisë, shërbime qytetarëve po u jepen. Nuk futen fare në këtë çështjen politike të qasjes së drejtimit, por ama bllokimi për cilin ju e kemi fjalën është një bllokim që mund të jetë fizik, teknik, ligjor, politik, por në Bashkinë e Tiranës nuk ka sot asnjë punë të bllokuar, pikë. Kryebashkiaku Erion Veliaj ndodhet në burg prej shkurtit të këtij viti, ndërsa vetëm pak javë më parë gjykata kushtetuese rrëzoi shkarkimin nga Këshilli Bashkiak e mëtej nga kryeministri, duke e quajtur antikushtetues.